Emrat e ministrave të rinj nga radhët e Vleni do të përcaktohen deri nesër, ndërsa propozimi do t'i dorëzohet kuvendit gjatë kësaj jave. Njoftoi sot kryeministri Kristian Mickoski në përgjigje të pyetjes së një gazetari se kur do të dërgohet propozimi për ministrat e rinj nga partneri i koalicionit Vlen në kuvend, Mickoski theksoi se procesi është drejt finalizimit. Deri në ditën e nesërme do të finalizohen të gjitha çështjet. Pres që këtë javë t'i dorëzojnë në parlament. Kur gjithçka të jetë përfundimisht gati, opinioni do t'i di. Këto ndryshime pritet të bëhen për shkak të disa posteve që mbetën të zbrasta nga zgjedhjet lokale, edhe pse deri tani asnjëherë nuk është pranuar e as mohuar ndonjë emër nga kryeministri, disa figura ka kohë që përfliten. Postin e zëvendës kryeministrit të parë që deri para zgjedhjeve ka ushtruar Izet Mexhiti, pritet ta plotësojë deputeti aktual i Alternativës dhe ish ministri i Shëndetësisë Bekim Sali, kurse postin e ministrit të mjedisit jetësor që po ashtu e ushtronte Izet Mexhiti, i cili u zgjodh kryetari i Çajirit, thuhet se do ta zëvendësojë Muhamet Hoxha, ish zëdhënës i qeverisë. Arven Fetaj do të vendoset në vendin e ministrit aktual për integrime europiane, të Orhan Murtezanit, kurse Murtezani pritet të vendoset në pozitën e zëvendës ministrit të mbrojtjes.